Bashkia Pogradec dhe zyra vendore arsimore organizuan një aktivitet në kuadër të hapjes së shkollës së parë shqipe në qytetin e Pogradecit me 14 mars të vitit largët 1887, drejtuar nga patrioti Koço Sotiri, që ishte vllai i Pandelis Sotirit, themelues si mësonjtore së Korçës. Si vjet, është 138 vjetori kësaj ngjarje të madhe historike, e cila ndodhi në Pogradec vetëm 2 javë pas çeljes së shkollës së parë shqipe në Korçë, për të dëshmuar se Pogradeci ka qenë qytet i lëvizjes patriotike, luftës për pavarësi, kulturës dhe dijes. Përmes një aktiviteti përkujtimor, u evokua rruga iluministe e arsimit pogradecar krahas atij kombëtar. Vazhdimin e traditave të rinjtas vetan, me mundime dhe përpjekje për përhapjen e diturisë në shtresat e gjera të popullit, kanë punuar edhe mësuesit e rrezit Pogradecit. Dhe me këtë rast, le të kuptojnë me respekt mësuesit tanë të nderuar që tashmë nuk janë më midis nesh. Koço Sotirit, mësuesin tonë të parë, mësuesin e bashave Andromiqi Grameno, vëllezërit Muameru dhe Esat Minarolli, Montrat e Vazi dhe Athina Cici, Persefoni Treni, mësuesit Pasko Milo, Sejt Kadili, Gjergji Papajani, Tushi Pasko, Nevruz Starova, Fondi Burnazi, Kon Koci, Qamil Bloshmi, Spiro Angjeli, Dimitër Tola, Eqrem Zjani, Ali Zjani, Qemal Buxholli, Marigo Semini, Lavdies Ulstarova, Viktorin Basho e të tjerë, si dhe mësuesit e tjerë më të rinj që janë ndarë më vonë nga jeta, si mësuesi popullit Qani Çollaku, mësuesi merituar Kozma Basho, Kozma Gjata, Dionis Denasi, Mustafa Esali, Kadili, Nexhim Minarolli, Silis Ulstarova dhe të tjerë. Emocionin e këtij aktiviteti e ndan edhe nënkryetaria e Bashkisë Pogradec, Entela Gusho. Shkolla e parë shqipe hapet nga vllai i Pandelis Sotirit, Koço Sotiri, një mësues i cili ka vlera të mëdha për hapjen e kësaj shkolle, por njëkohësisht do të kujtojmë dhe iniciatorët vëllezërit Gusho, të cilët ishin iniciatorë e hapjes së kësaj shkolle. Shkolla e Pogradecit ishte e para shkollë laike e hapur në këtë kohë dhe kishte pjesëmarrje të nxënësve nga të dyja fetë, sepse ishte një shkollë e cila nuk ishte absolutisht asnjë lloj arsimi fetar, ishte një shkollë laike ku nxënësit mësonin alfabetin shqip, gjuhën shqipe. Rrugëtimi i arsimit në Pogradec ishte një rrugëtim i vështirë dhe me sakrifica njerëzish, por Pogradeci diti ta përballoi dhe mund të them që është një qytet me arsimdashës dhe ka nxjerrë një plejadë mësuesësh të nderuar. Ajo vijon të theksoj se shumë shpejt godina historike e çeljes shkollës së parë shqipe në qytet do të ketë simbol muzeu. Në kuadër të rivitalizimit të qendrës historike, një nga prioritetet e bashkisë është edhe rikthimi në shkollës muze, për të patur sa më pranë këtë shkollë, këtë emblem të arsimit shqiptar po dhe pogradecar. Pra jemi në tentativa për ta rikthyer të shkollë të dikushme që tashmë është shtëpi në muze. Asistoni në këtë aktivitet kryebashkiaku Ilir Xhakolli, mësues pensionist, por edhe mësues të kësaj gjenerate që vijojnë të mësojnë të rinjet reja, plot pasion e përkushtim.